Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e dytë të Balans. Në episodin e kaluar ne folëm për rolin e sistemit imunitar dhe patjetër për se si ushqimi ndikon në sistemin imunitar, por patjetër edhe stili i jetesës në tërësi. Unë ju falenderoj për gjitha mesazhet pozitive dhe më erdhi shumë mirë që disa prej këshillave ju kishit zbatuar gjatë kësaj jave. Të tjera do të marrim sot, por ju rikujtoj se ne jemi live në YouTube në Balans by Hyrida. Në këtë episod do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme. Çdo episod do të ketë çështje të rëndësishme dhe njëra do të jetë më shumë se sa tjetra. Është një çështje që ndoshta na prek të gjithëve jo drejt për drejt, por nëpërmjet të afërmëve tanë. Presioni i lartë i gjakut ose në termat mjekësor hipertensioni arterial. Shumë individ vuajnë prej tyre, fatkeqësisht edhe moshat e vogla. Shumë janë shtuar rastet edhe për fëmijë të cilët ndoshta më mbi peshë apo problematika të tjera metabolike shfaqin hipertension arterial, por le të ndalemi tek një kategori që është vulnerabël ndaj saj. Pra kategoria e një moshe e cila vuan edhe prej sëmundjeve të tjera si tiroidia, diabeti e kështu me radhë. Në fakt do të diskutojmë për ushqyerjen e caktuar mbi hipertensionin arterial, sa i takon edhe dietës DASH, që është dieta e aprovuar për këtë lloj problematike shëndetësore, por që sigurisht mund të atashohet kujdo personi që dëshiron të mbajë një regjim të balancuar, por njëkohësisht edhe të shëndetshëm kryesisht në fibra dhe produkte bimore. Gjithashtu do të ndalemi në disa element specifik se çfarë është presioni arterial, cilat janë shkaqet që e shkaktojnë atë, cilat kategori moshore kryesisht preken, a është njësoj për meshkujt dhe për femrat, po për fëmijët e kështu me radhë. Do të kemi patjetër të ftuar një mjeke kardiologe, të cilën unë do ta prezantoj më vonë nëpërmjet një inserti, e cila do të na japi disa këshilla të vyera. Por le të ndalemi pak tek çfarë praktikisht ndodh kur ne kemi simptoma, pra kemi dhimbje të kokës, herëherë kemi edhe çrregullim të ekuilibrit. Në këtë rast, ne shpesh e neglizhojmë, sepse mendojmë ndoshta jemi lodhur, ndoshta pak nervozitet apo stres në punë, ndoshta nuk kemi ngrënë mjaftueshëm e të tjera me radhë. Pra, janë situata që ne her pas here përpiqemi t'ia anashkalojmë, ndonjëherë dhe të mos i vëmë re duke mos i dëgjuar organizmin tonë i cili nëpërmjet këtyre manifestiveve është duke na thërritur dhe duke na kërkuar vëmendje. Dhe pikërisht është ky momenti ku ne duhet ndalemi dhe të kuptojmë cili është shkaku që ne jemi në këtë situatë shëndetësore. Dhe pikërisht për këtë, duhet i kthejmë edhe njëherë vëmendjen, a kemi ngrënë ushqimet e duhura, a jemi kujdesur mjaftueshëm për shëndetin tonë. Tensioni i lartë i gjakut në fakt prek miliona njerëz dhe në fakt në mjekësi konsiderohet si vrasësi i heshtur, sepse pikërisht ka simptoma të cilat nuk vjen re apo ngatërohen me simptoma të problematikave të tjera shëndetësore ose ndoshta të një situate të kaluar gjatë ditës. Dieta DASH, vite është kërkimore dhe shkencore nga studiues, nga mjek, por nga ana tjetër edhe nga nutricionist, dietolog, edhe persona të cilët kanë studiuar për shkenca ushqimi. Derisa u arrit në konkluzionin që veç dietës mesdhetare është shumë e rëndësishme dhe vendosja e një regjimi që i dedikohet totalisht personave që vuajnë për presionit arterial. Një dietë e cila është e pasur me sasi të larta të kaliumit, me sasi të larta të fibrave, minerale, antioksidant, duke ndihmuar kështu jo vetëm rregullimin e presionit arterial në mënyrë të drejtë për drejtë, por duke menaxhuar situatën me yndyrnat. Pikërisht në këtë emision do të flasim dhe për mënyrën se si duhet të trajtojmë ushqimet dhe se si duhet të ekuilibrojmë yndyrnat. Duke qenë shpesh le të themi element të cilët neglizhojmë t'i heqim nga dieta jonë ushqimore, ose në rastin më të keq ose tjetër ekstrem i heqim fare yndyrën nga dieta ushqimore, fillojnë të lindin probleme. Do të flasim po ashtu për kolesterolin, i cili ne në gjuhën e thjesht e kemi konsideruar kolesteroli keq dhe kolesteroli mirë. Praktikisht do të shpjegojmë rolin e tij, por edhe të triglicerideve, pikërisht të asaj lloj yndyrne në gjakun ton, e cila vesh enët e gjakut duke na shkaktuar arteriosklerozën. Në varësi të gradës së arteriosklerozës, ne do të kemi dhe problematika të tjera të sistemit kardiovaskular në tërësi. Duhet të kuptojmë një gjë. Arterioskleroza është një sëmundje e cila mund t'i prek të gjithë, ndaj është shumë e rëndësishme këshilla e mjekut specialist. Unë do të prezantoj për ju doktoresh Eva Duraku, mjeke kardiologe, mikeshe imja, mikeshe emisionit dhe gjithë njerëzve të cilët vërtet duan një shëndet të mirë. Ka mbaruar fakultetin për mjekësi dhe po ashtu është specializuar për kardiologe me specialitet në fakultetin mjekësor dhe në 2023 ka fituar titullin doktoresh e shkencave mjekësore në La Sapienza në programin hipertensioni arterial dhe biologjia vaskulare. Unë i lutem regjist të më vendosin insertin dhe kthehemi pas pak për të ridiskutuar.
Cilat janë shkaqet më të zakonshme të hipertensionit dhe si identifikohen ato? Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut është një nga faktorët kryesor të morbiditetit kardiovaskular. Pra do të thotë që pacientët që janë me hipertension kanë më shumë gjasa që të kenë probleme të tjera kardiovaskulare. Ne mund të kemi shumë shkaqe të hipertensionit, por sigurisht ata që janë të identifikueshme janë të pakta. Në shumicën e rasteve hipertensioni është pa shkak ose quhet ndryshe esencial dhe kjo vlen në 80% të rasteve. Në pjesën tjetër të mbetur, që janë rreth 20% të rasteve, kemi shkaqet e identifikueshme. Pra ne mund t'i vëmë gishtin një shkakull dhe të themi që ky shkaku i hipertensionit që na ka shkaktuar te ky pacient. Sigurisht që mund t'i përmendim një nga një këto shkaqe. Ne nuk mund të shkojmë dhe t'i hulumtojmë të gjitha shkaqet një për një, vetëm në rastet kur kemi vërtet një dyshim. Rastet kur ne shikojmë dhe vlerësojmë pacientin për të patur një hipertension sekondar, ne e vlerësojmë në mënyrë të tillë që pacienti të vlej terapia dhe ajo çka vjen më pas. Sigurisht që moshat e reja janë ato që mund të kenë një arsye për të thelluar për pjesën e diagnozës së hipertensionit. Shkaqet që mund të çojnë tek moshat e reja, por edhe tek ato që janë në moshë pak më të madhe, nuk janë identifikuar më përpara, mund të përmendim pikë së pari tiroiden. Tiroidja është një nga ekzaminimet dhe analizat më të zakonshme që ne japim në terren të hipertensionit. Pastaj është dhe paratiroidja, janë sëmundjet e veshkave, të cilat ne mund t'i shikojmë edhe me analiza, por edhe me eko. Sëmundjet e gjendrës mbiveshkore, të cilat sigurisht janë pak më të rralla, por mund t'jenë një shkak shumë i rëndësishëm i hipertensionit, sidomos në moshat e reja. Kemi edhe kategori të tjera, për shembull nuk mund të lëm pa përmendur dhe hipertensionin në shtatzani. Edhe ajo është një nga shkaqet sekondare. Por ashtu siç thash më përpara, këto janë shkaqe që janë më të pakta në numër, janë më të rralla, pra edhe si frekuencë, sidomos në popullsinë tonë në Shqipëri, por që vlen të identifikohen në rastet kur kemi mosha të reja ose kur kemi ndonjë dyshim të hipertensionit rezistent ndaj mjekimit dhe vërtet duhet të gjejmë shkakun. Cilat janë simptomat e tensionit të lartë të gjakut që njerëzit shpesh injorojnë? Në një pjesë të madhe të rasteve, hipertensioni nuk jep simptoma dhe prandaj quhet vrasësi i heshtur. Por në pjesën tjetër të pacientëve të cilët mund të kenë eksperienca të ndryshme me simptoma, mund të përmendim dhimbjen e kokës, marrjen e mendve, një destabilitet postural, pra nuk qëndrojnë dot të ulur ose nuk ecin dot në mënyrë normale. Këto janë pak a shumë. Sigurisht që këto simptoma njerëzit mund t'i ndjejnë, por edhe ndonjëherë i injorojnë, mund të bëhen kronike dhe mund të bëhen dhe pjesë e tyre dhe prandaj ato mendojnë, po më dhëm koka, por nuk ka problem, pi një paracetamol. Kështu që ky është gabimi që ata bëjnë. Sa e rëndësishme është diagnostikimi i hershëm dhe si mund të monitorojmë presionin e gjakut në shtëpi? Diagnostikimi i hershëm është shumë i rëndësishëm për të evituar problemet ose komplikacionet që vijnë nga hipertensioni. Sa më shpejt, aq më mirë për të vënë dhe një diagnozë, sidomos për ato shkaqet që unë thash, por edhe për të bërë një trajtim ose plan terapeutik shumë të mirë, si nga ana medikamentoze, po ashtu edhe nga zakonet e njeriut që vuan nga hipertensioni. Pra nëse ne kemi një pacient me hipertension, ai duhet të di që jeta e tij ndryshon, sigurisht që ai do fillojë në shumicën e rasteve të marrë një mjekim, por edhe do filloj të ndryshoj dietën e tij, duke lënë ose duke paksuar konsumin e kripës, të yndyrnave shtazore dhe duke marrë më shumë fruta, perime, pra do ndryshoj stilin e jetesës. Edhe aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Monitorimi i tensionit në kushte shtëpie është shumë i rëndësishëm. Sigurisht që mund të bëhet nga pjesa më e madhe e pacientëve, mund të ndihmohet nga familjarët, nuk ka të bëjë një aparat i sofistikuar, sigurisht me atë aparat që ne kemi në shtëpi mund ta monitorojmë. Kjo varion nga pacienti në pacient. Sigurisht që ne nuk u themi të gjithë që ta masin në mënyrë të tepruar tensionin në shtëpi, por ata që janë diagnostikuar për herë të parë, ose ata që kanë bërë një ndryshim të mjekimit. Pra kemi kaluar nga një medikament në 2 medikamente ose kemi ndryshuar mjekimin, ja vlen që ta monitorojmë pak më shumë tensionin në kushte shtëpie. Edhe pacientët të cilët vuajnë nga probleme të tjera, mund të jenë diabetik ose mund të kenë yndyrna të larta, por nuk vuajnë nga hipertensioni ose nuk dinë që e kanë. Vlen që ky hipertensioni, pra ose tensioni i gjakut, le të themi, të monitorohet edhe tek ata që nuk vuajnë nga hipertensioni ose ka një faktor tjetër rreziku. Pasi hipertensioni, nëse i bashkohet diabetit, yndyrnave të larta, na kthehet në një rrezik më të madh.
E falenderojmë doktoresh Evën, e cila nuk u kursye për të na dhënë disa shpjegime dhe po ashtu ka rezervuar edhe disa këshilla të tjera që ne do t'i ndjekim në një pjesë tjetër të këtij emisioni. Ndaj ju lutem, mos u largoni dhe ftoni edhe të afërmit tuaj duke bërë share linkun i cili ka qenë gjithkohë si prezantuar në story, por edhe këtu mund ta shpërndani tek ta afërmit tuaj. Dhe po ashtu ju rikujtoj se ju jeni pjesë kryesore e këtij emisioni. Sigurisht bëhet për ju dhe bëhet nga ju ky emision, ndaj mos hezitoni të bëni pyetjet tuaja të çfarëdoshme, ndoshta edhe nga ato çfarë doktoresh Eva foli, por edhe pyetjet nga përditshmëria juaj me të afërm të cilët vuajnë nga kjo problematikë shëndetësore. Megjithatë, ashtu siç e dëgjuam, e kuptuam që ky problem shëndetësor vërtet mund të na rrezikojë, por nga ana tjetër ka dhe hapësira për të menaxhuar apo për të kapur në kohën e dur dhe të arrijmë të kemi një shëndet më të mirë nëpërmjet ushqyerjes. Pak më sipër unë përmenda që janë disa ndryshime të vogla të cilat nuk kanë nevojë fare të jenë drastike për të penguar jetesën tonë. Shpesh kur kemi probleme shëndetësore, na kap edhe ai paniku se nuk do të mundemi të jetojmë lirshëm, do të kemi një rutinë ndryshe nga të tjerët, do të konsumojmë ushqime ndryshe nga të tjerët, por jo, mjafton që ne të vendosim theksin ushqyerjes së balancuar, ushqyerjes së ekuilibruar, të pasur me sa më shumë produkte stinore dhe lokale që unë gjithkohë se përmend dhe nuk lodhem ta bëj sepse është shumë e rëndësishme që të kuptojmë arsyen e këtij lloji përdorimi të ushqimeve. Po ashtu ishte shumë e rëndësishme marrja e fibrave, sepse fibrat kanë një aftësi të ulin nivelin e kolesterolit në gjak, të rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak e po kështu të na ndihmojnë për të bërë një qarkullim të mirë të gjakut nëpër enë. Përmenda pak më herët, pra para insertit, trigliceridin si një ndër elementët kryesorë të yndyrnave në gjak. Pra, si yndyrna në gjak ne njohim kolesterolin dhe trigliceridin. Kolesteroli në varësi të densitetit të lipoproteinave ndahet i mirë, që është HDL, dhe i keq që është LDL. Kur ky i fundit është në vlera të larta, sigurisht nuk është mirë për shëndetin tonë. Pavarësisht faktit sa e rëndësishme është prania e kolesterolit në organizmin tonë, nuk duhet abuzuar me ushqyerjen dhe me stilin e jetesës, sepse në momentin që kjo balancë prishet, atëherë trupi do të ketë pasoja. Por pak më problematik është shfaqja e trigliceridit në gjakun tonë. Pra, ai elementi, pra ajo yndyrna e cila vendoset në muret e brendshme të enëve të gjakut, duke ngushtuar kështu diametrin e tyre e duke penguar fluiditetin ose rrjetshmërinë e gjakut nëpër vena. E patjetër, duke penguar dhe pompimin e gjakut prej zemrës. Kështu, me ndryshime fare të vogla, duke eliminuar yndyrnat e pashëndetshme, ne kemi mundësinë të vendosim ose të zëvendësojmë këto të fundit me yndyrna të shëndetshme, me acide yndyrore esenciale. Çfarë? Shumë e thjeshtë. Nuk është e nevojshme të shkojmë të marrim ushqimet më të shtrenjta të mundshme, mjafton t'i vendosemi vaj të ullirit vet, sardeleve, buka integrale, dritrat integral, bishtajat, po ashtu janë shumë të rëndësishme. Megjithatë, ne në pjesën e dytë do të flasim për dietën dashur unë e përmenda, dieta e aprovuar për hipertensionin arterial, do të shohim një tabelë, një menu për të lehtësuar mënyrën tuaj të kombinuarit të gjërave dhe pa diskutim do të shprehim dhe do të shpjegojmë pak cilat janë vlerat ideale të presionit arterial, si janë të ndara këto në gjini dhe kryesisht tek fëmijët. Për këtë arsye do doja edhe një herë t'ju rikujtoja faktin e të bërit pyetje, e të angazhuarit në YouTube, sepse kështu e kemi më të thjeshtë për të qenë më afër me nevojat tuaja dhe me pyetjet që ju realisht keni gjatë ditëve. Edhe pse gjatë kësaj jave ne kishim lançuar temën në Instagram dhe kemi marrë disa prej pyetjeve që do t'i shpjegojmë, por jeni të lirë të bashkëndani pyetje me ne. Ky emision realisht nuk realizohet i vetëm, është një emision i cili kërkon një bashkëpunim të gjerë, jo vetëm nëpërmjet stafit të ZIP Multimedia, edhe nëpërmjet mundësisë që Alb Radio na dha në Zvicër, por edhe nëpërmjet atyre të cilët besuan fort në këtë projekt, për ata të cilët e mbështetën këtë projekt sikur ta kishin të tyren, sepse gjithsecili nga ne, kur vjen puna tek shëndeti, ka prioritet. Dhe patjetër secili nga ne dëshiron të marrë informacion të vazhdueshëm dhe të saktë lidhur me mënyrën e ushqyerjes dhe detaje të vogla po ndryshime esenciale që duhen patjetër bërë në regjimin ushqimor, por edhe në mënyrën se si flem apo menaxhojmë situata të ndryshme stresante. Unë duhet ju shpjegoj edhe një herë çfarë është kjo dieta dashje, përmendëm që në fillim. Është një dietë e cila, sikundur thash, është aprovuar për të qenë pjesë e regjimit si dietoterapi për persona të cilat vuajnë nga presioni i lartë i gjakut, por mbi të gjitha edhe nga sistemi kardiovaskular në tërësi, pra probleme që lidhen me zemrën dhe qarkullimin e gjakut. Kështu, kjo dietë është e pasur me fruta, është e pasur me drithra integral, drithra të plot, është e pasur me proteina vegetale të cilat
krahas nivelit proteinik që na ofrojnë dhe sasi të larta të aminoacideve, e po ashtu na ndihmojnë për të rregulluar ose për të na furnizuar me protein, por pa shkaktuar probleme të tjera që lidhen me zemrën në tërësi. Një rol thelbësor kur luajnë mineralet dhe një ndër to është kaliumi. Kaliumi dhe magnezi janë mineralet të cilat kanë shumë funksione në organizmin ton, por një ndër to është pikërisht edhe rregullimi i fluiditetit ose rrjedhshmërisë të gjakut apo sasisë së lëngjeve në organizmin ton. E kemi dëgjuar shpesh që individët të cilët vuajnë nga presioni i lartë i gjakut kanë tërheqje të ujit në organizëm dhe ky i pengon për të pasur një presion normal të gjakut. Dhe shpesh përdorin ato që ne i konsiderojmë shkarkues në gjuhën e thjeshtë, por janë medikamente të cilat ndihmojnë për largimin e ujit të tepërt nga organizmi dhe duke lejuar kështu gjakun të qarkullojë më lehtë dhe sistemin e zemrës dhe gjithë qarkullimit dhe gjithë enëve të tij të jetë më i shëndetshëm. Kështu, disa prej perimeve janë ato që ne kemi gjithkohës në përditshmërinë tonë, në gatimet tona, kryesisht produktet citinore. Megjithatë, unë e lus regjin të më vendosi planin e tabelës së ushqimeve të dietës DASH, kështu të gjithë ju do të keni mundësi ta shikoni dhe nga ana tjetër ta diskutojmë. Dhe po të vini re, kjo tabel është ndarë nëpërmjet grupeve ushqimore dhe frekuencës apo sasisë rekomanduar ditore. Sa i takon dritrave të plota, që janë bollgur, amaranth, kuskus, mel e të tjera me radhë, makaronat e zeza, buka po ashtu, ne do të na interesonte të konsumonim 6-8 porcione në ditë. Por kjo nuk do të thotë as 8 feta buk, por nuk do të thotë as 8 herë makarona. Por ideja është gjatë ditës duhet të konsumojmë sasi të konsiderueshme të dritrave të plot duke filluar prej mëngjesit dhe vakteve të tjera. Përfitimet shëndetësore patjetër ofrojnë sasi të larta të fibrave, të magnezit dhe një energji të qëndrueshme dhe thelbësore të organizmit. Perimet 4-5 porcione, unë kam përmendur brokoli, spinaqi, karrota dhe spesat, por patjetër mund të jenë të gjitha perimet që ofron Stina, sepse sigurisht janë të pasura me fibra, kalium dhe antioksidant. Frutat, sigurisht 4-5 porcione në ditë, duke i kombinuar në vakte të ndryshme, sallata po me zvakte. Përmendim mollën, përmendim bananin si një ndër frutat të cilat vërtet është shumë thelbësore në presionin arterial. Portokallet me vitaminën C, manaferrat me antioksidantët që ofrojnë. Pra, të gjitha këto fruta janë një burim i mirë i fibrave dhe i vitaminave dhe kështu mbështesin shëndetin e zemrës dhe të gjithë enëve të gjakut. Bulmeti gjithmonë një diskutim pro apo kundër, sigurisht jemi pro duke rekomanduar një sasi të rreth 2-3 porcione dhe patjetër që duhet një qumësht i skremuar dhe kosi pa yndyrë. Dhe kur flasim pa yndyrë, nuk jo patjetër duhet të jetë 0, mjafton që të jetë edhe 0.5. Janë të pasur me kalcium, proteina për mbështetjen e densitetit kockor dhe presionit të ulët të gjakut. Rikujtojmë se një pjesë kryesore e individëve që vuajnë nga presioni arterial janë kryesisht dhe zonjat në menopauzë. Ndërkohë, në këtë periudhë pikërisht edhe kalciumi bie duke ulur kështu dhe densitetin e mineralizimit të kockave. Mishi i bardhë, shpesh për mishin e kuq ne eliminojmë nga regjimi ushqimor, kryesisht edhe nga dieta DASH, për hir të faktit se kërkon më shumë energji për tu menaxhuar nga sistemi i tretës, por nga ana tjetër dhe na rrit vlerat e kolesterolit. Kështu që 2 ose më pak porcione të mishit të bardhë dhe të peshkut, pula pa lëkurë, pra ideja është të heqim lëkurën sepse mund të përmbajë sasitë e larta të kriprave apo të yndyrnës, dhe salmoni freskët. Sigurisht unë shpesh them që nuk është e domosdoshme marrja e salmonit, por marrja e peshkut në dhe kryesisht edhe e sardeleve që kanë një kosto ekonomike edhe më të ulët dhe të menaxhueshme nga të gjitha shtresat. Janë burimi pasur i proteinave, po ashtu dhe yndyrnave të cilat janë të pasur me acid yndyror esencial. Farrat, arat dhe bishtajoret janë një kategori ose grup ushqimesh të cilat nuk duhet mungojnë kur në regjimin ushqimor në asnjë vakt, por mund të miksohen në gatime të ndryshme. 4-5 herë në javë, rekomandimi është gati 30 gram në ditë, sepse duke patur sasi të lartë të fibrave mund të na rrisin këtë nivel duke krijuar pastaj shqetësime gastrointestinale si fryrje, gazra e të tjera me radhë. Përmendim arra, bajame, kikiri, thjerza, fasule, bizele, qiqra e të tjera me radhë. Përmbajnë sasi të larta të omega-3-shit, që është një element shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga presioni arterial, por edhe i shëndetit të zemrës në tërësi. Yndyrnat e shëndetshme, 2-3 porcione në ditë, vaj ullirit, vaj avokados, vaj kokosit e të tjera me radhë, por edhe nëse pa mundësia për këto produkte është tek ju, atëherë mjafton vaj ullirit në porcionin 14 gram.
janë burim i yndyrnave të pangopura, të cilat mbështesin shëndetin vaskular edhe gjithë zemrën si organ. Ëmbëlsirat, maksimumi 5 porcione në javë, këtu jam treguar pak tolerante, por gjithmonë duke ju referuar faktit që kemi të bëjmë me ëmbëlsira të cilat vijnë të shëndetshme, pra ëmbëlsira të cilat vijnë nga ushqime që nuk përmbajnë yndyrna të ngopura, nuk përmbajnë aditiv, po patjetër dhe përbëhen nga drithra integral. Mirë, i pam të gjitha këto, por është momenti të kuptojmë se si mund t'i kombinojmë këto ushqime, se ndonjëherë mund t'i kemi të gjitha në shtëpi, por na lind dyshimi ose pikpyetja se si mund të kombinojmë këto ushqime. Kështu që regjia do të vërë në dispozicion tani një tjetër tabelë e cila tregon një menu tipike, sigurisht ka të vendosur gramaturat në varësi të një dietë të balancuar, sepse secili prej nesh ka një nivel tjetër të energjisë metabolike apo të nevojave, ndaj unë po përmend në përgjithësi gramaturën për këtë menu që kam krijuar. Regjia e kam? Atëherë, për mëngjesin kam vendosur në tërshërën e zjerë me qumësht të skremuar, një mollë dhe faraçia. Po të vëmë re, ky mëngjes i ka të 3 makronutrientë, tërshërën e cila na siguron karbohidrat dhe fibra, qumshtin e skremuar që na ofron proteinat, mollën që na ofron antioksidantët dhe faraçia që na ofron omega 3-shin. Gramatura 40 gram tërshërë, 200 ml qumësht, 150 deri në 200 në fakt, por sikundër ju thash nuk po kapemi te gramaturat, por te kombinimi, 1 mollë dhe 5 gram faraçia, pra një lugë gjelle me faraçia. Në mesvakt, i cili është shumë i rëndësishëm sepse zë 5 deri në 10% të nevojave për energji të individit, do të marrim kosin pa yndyr me ara të thara dhe boronicë. Pra është një mesvakt i cili bëhet shumë shpejt, ka një kosto minimale dhe sigurisht na ofron acide yndyrore, protein edhe antioksidant. 150 gram kos pa yndyr, 15 gram ara, 15 gram boronica. Dreka është pula, që mund të jetë e zjerë, mund të jetë e pjekur, por duhet patur kujdes me lëkurën, nëse kemi vendosur shumë vaj, e kripra e të tjera me radhë, është mirë ta eliminojmë, në të kundërt, nëse kemi përdorur marinime nëpërmjet erzave, nuk kemi përse e heqim. Pra, lëkura e pulës nuk është e dëmshme nëse ruhet mënyra e gatimit të saj apo marinimit. 100 gram pul, 150 gram sallat me domate, kastravecë dhe speca dhe 50 gram oriz integral. Sigurisht, orizi mund të zëvendësohet me drithra të tjerë, por gjithsesi, unë kam menduar që këtë drek ta kalojmë kështu. Sa i takon domate, kastravecë dhe speca, është zakonisht ajo që ne quajmë sallata greke ose e fshatit, por gjithsesi në varësi të stinës mund ta kombinojmë dhe mund ta ndryshojmë si të duam ne, nuk është problem, pra nuk është patjetër duhet ndjekur kështu edhe është gabim nëse e ndryshojmë, përkundrazi. Mesvakti i dytë, që është i rekomanduar rreth orës 4:30-5 pasdite, kemi karota të freskëta dhe humus. Në këtë rast marrim edhe vitaminën A edhe gjithë beta-karotenët që na ofron karrota, dhe nga ana tjetër humusi, që është një përzierje shumë e shijshme, por dhe e shëndetshme ndërmjet qiqrave, vaj të ullirit, majdanozit, sasisë limonit, duke krijuar një masë homogjene e cila mund të përdoret si një krem bikarota apo cili do perim që ju do të preferonit për këtë mesvakt. 100 gram karota dhe 30 gram humus, që i bie rreth 2 apo 2 luge pak gjelle me humus. Darka është një peshk i pjekur në fushë, që mund të ishte patjetër salmon, troft, merluc apo sardele, në varësi të preferencave dhe dëshirave, patate të zjera dhe spinaq. Dhe në këtë rast vendosim përsëri fibra, marrim përsëri klorofil, marrim përsëri elementë si hekuri pavarësisht në formën jo hem, por nëse tregojmë të zgjuar që t'i vendosim një sallatë e cila përmban vitaminën C, disa kokra sheqe sepse është edhe stina, e sigurt që hekuri nëpërmjet spinaqit do të përthithet nga vitamina C. Pra 120 gram peshk, 100 gram patate dhe 100 gram spinaq të zjerë. Mirë, besoj që ka qenë produktive kjo pjesë dhe këto tabela. Uroj të keni mbajtur shënime, por edhe nëse nuk keni mundur për hir të minutazhit që është i kufizuar, patjetër ju do ta ndiqni këtë emision edhe në YouTube në momentin që do të mbaroj ky live. Si kundër përmenda, është pjesa ku ju e keni në dorë dhe e keni të mundur të bëni dhe pyetjet. Regjia sapo ma dërgoi njërin prej pyetjeve dhe unë do ta lexoj. Atëherë, pyetja është, cilat janë vlerat e presionit të gjakut? Okej, në fakt kjo ishte një pyetje që më ka ardhur edhe në Instagram, edhe në fakt e pas ka pritur me padurim këtë përgjigje. Unë përsëri luts regjin të më vendosi tabelën ku janë të shënuara vlerat e presionit arterial ose tensionit të gjakut, kështu do t'i interpretojmë për të gjithë ju. Regjia e kam?
Atëherë, kemi, po ta vini re, është e ndarë në grupe, pra grupi popullatës, femra, meshkuj dhe fëmijë. Duket si e çuditshme që amatet tensionit tek fëmijët, por po, sigurisht që matet dhe ka vlera të ndryshme. Për femrat, do të konsiderohet normal 90/60. Pra, unë do t'ju shpjegoj pak më vonë çdo të thotë tensioni i madh, tensioni i vogël, ai i zemrës, ai i qarkullimit, sepse e di që ka konfuzion me këtë. Ndaj përshkruajmë vlera sistolike 90, pra 9/6 që zakonisht themi, konsiderohet për femrat një vlerë normale, ndërkohë prehipertension, sepse siç e dëgjuat doktoreshën, ekziston një kategori e individëve që kanë fazën e prehipertensionit, dhe është 12 dhe më i vogël se sa 8, hipertensioni gradës së parë është 13/8, hipertensioni gradës së dytë 14/9. Megjithatë, që kur ndodhemi në fazën e prehipertensionit dhe shohim që ka vlera të cilat janë larg normales, e mira është që të fillojmë të bëjmë një kontroll, të vendosim ose le të themi të shohim se si janë yndyrnat e gjakut, pra kolesteroli dhe trigliceridet, dhe të bëjmë një vizitë te kardiologu patjetër dhe të ndryshojmë diçka me ushqyerjen apo stilin e jetesës. Për meshkujt ndryshon situata, normal është 9/6, sigurisht tek meshkujt tolerohet edhe diçka më shumë, pra 10/7. Megjithatë, prehipertensioni do të ruajmë të njëjtat vlera, hipertensioni gradës parë dhe i dytë gjithmonë 14/9. Sikundër thash, si për kolesterolin dhe për hipertensionin, tek meshku ka një tolerancë pak më të madhe se sa tek femrat. Tek fëmijët nga mosha 3 deri në 12 vjeç, tensioni normal, pra presioni normal i gjakut është 9/5, për hipertensioni nuk aplikohet, vetëm në rastet veçanta kur fëmia ka problematika të cilat nuk po shfaqen ose le të themi nuk po diagnostikohen në kohë. Hipertensioni gradës së parë 11/7 dhe hipertensioni gradës së dytë është 12/8, pra më shumë se sa 12/8. Le të ndalemi tani te çfarë është tensioni i madh, tensioni i vogël, sistolik dhe diastolik. Kështu që regjia, të lutem tabelën e radhës. Presioni sistolik, kryesisht është ai që themi të parin, 9/6 për shembull, është vlera e sistolikut. Është presioni që ushtron gjaku në enët e gjakut kur zemra kontraktohet dhe pompon gjakun. Pra, kur ne kemi kontraktim të muskujve kardiak, atëherë kemi dhe pompim të gjakut në arterie. Në këtë rast do të kemi sistol, ndryshe presioni sistolik. Rëndësia në shëndet reflekton fuqinë e pompimit të zemrës, vlerat e larta tregojnë hipertension dhe rrezik për sëmundje të zemrës apo goditje në tru ose insuficienca ndryshe, apo ishemi në rastet caktuara. Vlera diastolike është kur zemra është më e qetë, pra presioni në arterie është kur zemra është lëshuar, e quajmë kështu, dhe në këtë rast zemra është duke u mbushur me gjak. Pikërisht si një sfungjer, kur e shtrydhim, e nxjerrim lëngun që ai ka tërhequr dhe kur e lëshojmë, ai është duke thithur lëngun. Në këtë rast zemra funksionon e tillë. Pra zemra është e qetë në këtë rast dhe quhet diastol. Reflekton presionin minimal në arterie, vlerat të larta tregojnë hipertension dhe rrezik për dëmtim të enëve të gjakut. Uroj që t'i kem dhënë përgjigje kësaj pyetje, ndërkohë shohim pyetjen tjetër që ka ardhur. Vetëm pak, ju lutem. Atëherë, realisht është shumë e rëndësishme që ne të kujdesemi edhe për yndyrnat në këtë rast, por edhe për kripën. Shpesh e dëgjoj që duhet të largojmë kripën nga regjimi ushqimor, por duhet patur parasysh se si kripa edhe sheqeri kanë po të njëjtën problematik. Andikon mishi i kuq në rritjen e tensionit të gjakut. Atëherë, që ta kuptojmë, mishi i kuq patjetër që ndikon në rritjen e tensionit të gjakut, kryesisht kur konsumohet në darkë. Duke qenë që është një strukturë më e fortë muskulare, kërkon më shumë energji nga organizmi dhe nga aparati tretës për të kryer shpërbashkimin apo përpunimin e tij. Ndaj në këtë rast i kërkohet zemrës më shumë punë. Dhe që ta bëj këtë gjë, sigurisht do të ndryshojë dhe atë sistolën dhe diastolën që ne përmendëm më përpara. Kështu që është mirë që mishin e kuq ta konsumojmë në një vakt të drekës dhe shumë rrallë në dietën tonë ushqimore. Përveç kësaj, nëse flasim pastaj për mishin e përpunuar, në mënyrë kategorike nuk duhet konsumuar, sepse këto ushqime, sikur janë pançetat, salçiçet, sallamrat e tjera me radhë, përmbajnë edhe kripra të shtuara, që ndikon shumë në mbajtjen e ujit në organizëm, por nga ana tjetër edhe në pengimin e një qarkullimi të mirë të gjakut. Pyetja e dytë është cili është roli i sheqerit në tensionin e gjakut. Në fakt, sikundër thash, personat të cilët kanë probleme të tjera shëndetësore, sikundër është edhe diabeti, kanë edhe probleme me presionin arterial si ndoshta simptom sekondare.
Si sheqeri edhe kripa, unë thashë edhe më herët, janë element që e rrisin presionin e gjakut. Po kur tensioni është 12.8, ku asnjëherë nuk luhate, çfarë tregon? Hipi avionit edhe udhëto. Zakonisht kur kemi këtë tension, zakonisht na thonë që je për pilot. Pra, varet, atëherë, pavarësisht vlerave, ka individ të caktuar që kanë stabil një vlerë. Kështu që nuk është shqetësuese kur ky individ ndihet mirë me këto parametra, sepse trupi jon funksionon ndryshe nga tjetri, në varësi të punës, në varësi të aktivitetit fizik, në varësi të mënyrës se si kemi ushqyer trupin ton, mund të kemi një nivel stabil të një presioni arterial. Por gjithsesi ato që ne përmendëm janë vlerat që rekomandohen si normale apo prehipertensive, hipertensive në varësi të gradëve. Si ndikon mbi pesha në tensionin e gjakut? Mbi pesha në tensionin e gjakut ndikon te mase, sepse sa më i lartë jetë indi dhjamor në organizëm, sa më shumë të kemi neve dhjam në enët e gjakut, aq më shumë do të jetë niveli i lartë i kolesterolit të keq, aq më shumë do të jetë niveli i triglicerideve në gjakun tonë dhe patjetër do të kemi atë presionin e lartë të gjakut. A është alkooli dëmshëm? Sigurisht alkooli nuk është i dëmshëm vetëm për hipertensionin, alkooli është i dëmshëm për të gjitha sëmundjet, sepse është nga ato element që unë përmenda edhe herën e kaluar që direkt kthehet në sheqer duke shkaktuar problematika të mëdha. Pyetja tjetër është a duhet të shmangim të gjitha yndyrnat kur kemi tension të lartë? Jo, nuk duhet të shmangim të gjitha yndyrnat, por duhet të zëvendësojmë yndyrnat e shëndetshme me, yndyrnat e pashëndetshme me yndyrnat e shëndetshme. Dhe kështu fluturon koha. Unë kam kohë regjia dhe për një pyetje? Okej, e pas kam kohën. Edhe për një pyetje. Kafeina, po pyetje interesante. A ndikon konsumi kafeinës në tensionin e gjakut? Në fakt për ata që janë adhurues të kafes, do të ishte mirë që nëse vuajnë nga presioni arterial apo kanë histori familjare apo tendenca për të pësuar presion arterial, është mirë ta limitojnë kafen. Në fakt, kafja si bim është rekomandueshme për individët që kanë probleme me zemrën, sepse ka sasi të lartë të fibrave, të antioksidantëve tjera me radhë, por duke qenë një ushqim i cili ndikon sistemin ton nervor, mund të ndikojë dhe në qarkullimin e gjakut. Kështu që individët të cilët kanë këto predispozita, është mirë ta limitojnë konsumin e kafeve. Nëse do më pyesni sa, kjo përsëri varet nga ndjeshmëria që keni prej saj. Trupi toleron 400 mg kafein në ditë, që do të thotë rreth 4 kafe, por kjo nuk do të thotë që duhet të pini këto 4 kafe, ju mund të pini sa të dëshironi brenda këtij limiti. Nëse keni ndjeshmëri të lartë, mund mos pini asnjë. Nëse jeni pa probleme në këtë situatë, nuk keni takikardi apo probleme të tjera, mund të konsumoni edhe 4 pas një problem. Shumë studime bëhen për presionin arterial, shumë studime bëhen për shëndetin e zemrës dhe në çfarëdo lloj fushë tjetër që ka lidhje me shëndetin, dhe studimet në fakt kanë treguar se ulja e sasisë me vetëm 1 gram në ditë mund të uli sëmundjet kardiovaskulare me gati 5%. Pra, duket kaq e vogël, duket kaq elementare sa thua, a do të ketë vërtet kaq vlerë, por ja që vetëm 1 gram më pak në ditë i ul sëmundjet kardiovaskulare me 5%, pra ul riskun e sëmundjeve. Limiti i konsumit të kripës është 5 gram në ditë. Ndaj gjithmonë ne dietologët këshillojmë përdorimin e erëzave. Përdorimin e erëzave kombinuar me limon apo element të tjerë, sikundër janë agrumet, sepse në këtë lloj forme ne i japim më shumë shije ushqimeve, marrim më shumë antioksidantë, marrim vitaminën C dhe kështu eliminojmë kripën. Nga ana tjetër, ushqimet e pasura me kalium është baza e regjimit ushqimor DASH, kanë aftësinë që nëpërmjet një regjimi të ndjekur mirë, si ky që unë përmenda, kanë aftësinë ta ulin me gati 10 milimetër shtyll mërkuri ose zhiv presionin arterial. Ndërkohë nga ana tjetër, parandalimi i sëmundjeve që nuk janë vetëm për hipertensionin, por i gjithë sëmundjeve të zemrës, kancerit, diabetit, tiroides e shumë problematikave të tjera metabolike, është vetëm konsumi i kripës. 6 gram e më sipër gjithmonë bëhet një rrezik për shëndetin tonë. Ndikimi i peshkut në dietë. Pak më sipër kur unë fola për omega-3-shin, përmenda që është një element shumë i rëndësishëm për shëndetin tonë, ndaj dhe peshku është një element shumë i rëndësishëm për të përfshirë në ushqimet tona. Megjithatë, shumë folëm për ushqimet, shumë dëgjuam, le të dëgjojmë dhe disa këshilla të tjera që doktoresh Eva Duraku ndau me ne. Elus regjistën të vendos insertin dhe të kthehemi përsëri me kuriozitetet e mbetura. Çfarë gabimesh bëjnë njerëzit që zakonisht e bëjnë matjen e tensionit në shtëpi? Pra, ka gjëra që mund t'i gabojnë
në vendosjen e krahut, në vendosjen e... Sigurisht që mund të ketë gabime, pra një pjesë e pacientëve nuk din ndoshta ta masin, por mundet që të instruktohen edhe nga mjeku i familjes, edhe nga mjeku kardiolog, ose nëse ato shkojnë dhe konsultohen diku për të pyetur si matet tensioni. Nga gabimet më të shpeshta është aplikimi i manshetës, i cili duhet të jetë sigurisht në këndin e tij me enët e gjakut. Sigurisht që në qoftë se ne kemi të bëjmë me pacientë të cilët nuk janë shumë të orientuar për sa i përket matjes së tensionit, ne rekomandojmë matjen me aparat elektronik. Duke qenë se matje me aparate të tjera të cilat janë me stetoskop mund ta kenë më të vështirë për ta monitoruar dhe mund të bëjnë më shumë gabime. Në qoftë se është e pamundur matja nga vetë pacienti, pasi mund të jetë në një moshë të madhe, mund të ketë probleme me shikimin ose probleme të tjera të orientimit, mendoj që monitorimi duhet bëhet nga një familjar. A kalohet direkt në trajtim medikamentoz apo ka një fazë ku mund menaxhohet në forma të tjera? Ne përpos trajtimit japim edhe këshilla të tjera. Por trajtimin në një pjesë të madhe të rasteve, si fillim, pra kur diagnostikohet për herë të parë, nuk e evitojmë. Kur bëhet fjalë gjithmonë për hipertension. Ka disa raste që ne i fusim në kategorinë e pre-hipertensionit. Pra është një kategori e re që ka dalë edhe në linjat më të fundit të guidës që ne ndjekim, përsa i përket diagnozës dhe trajtimit të hipertensionit. Janë disa vlera në kufi, borderline të hipertensionit, që sigurisht mund t'i quash vlera të larta ose vlera në kufi, nga disa vende janë pak më të larta, disa të tjera janë pak më të ulta, pra nuk alarmohen kaq shumë. Këto vlera që unë preferoj t'i quaj në kufi, ndoshta mund të monitorohen me anë të dietës, të aktivitetit fizik, dhe të shihet nëse kemi rezultate të mira pas këtyre modifikimeve. Në të kundërt, mundet që këto pacientë që janë në kufi të përfitojnë dhe ata nga një dozë e vogël medikamenti, pra është parë që bën mirë. Si mund të ndikojë stresi dhe emocionet në nivelin e presionit të gjakut dhe si mund ta menaxhojmë këtë situatë? Stresi dhe emocionet sigurisht që ndikojnë tek rritja e vlerave të presionit të gjakut. Sigurisht që nëse stresi është i vazhdueshëm, pra continuum, dhe nëse është i rëndësishëm, pra një stres i cili na jep një impakt të rëndësishëm në jetën tonë, pra ngjarje të rëndësishme, atëherë mund të jetë përgjegjës edhe për ndryshimin e vlerave të tensionit, mund të kemi kriza hipertensive, mund të jetë edhe një pjesë sigurisht e përkohshme. Por një stres i vazhdueshëm mendoj që duhet merret në konsiderat që të trajtohet, pasi mund të ketë lidhje edhe me çrregullime të humorit. Janë problematika të sferave të tjera, për shembull neurologjike, psikiatrike, të cilat mund të shfaqen edhe me periudha të stresit të madh, të cilat mund të jenë edhe çrregullime të ankthit nga ana tjetër. Dhe për këtë arsye mendoj që në pacient të caktuar mund të kemi nevojë edhe për një ekip më të zgjeruar. Pra, përveç kardiologut mund të jetë edhe mjeku që trajton diabetin, mund të jetë edhe mjeku që trajton sëmundje të tjera dhe psikiatri, pse jo. Çfarë ulëmtimesh të reja janë duke u zhvilluar për të trajtuar hipertensionin dhe përmirësimin e shëndetit kardiovaskular? Ka shumë studime të cilat po monitorojnë efikasitetin e shumë barnave të reja. Ka barna që mendohet që mund të merren një herë në javë, për ata që nuk i duan medikamentet, sigurisht do ishte një lajm shumë i mirë. Ata janë në fazën e tretë studimore aktualisht. Mendoj që janë barna shumë të mira përsa i përket edhe efikasitetit të tyre, por edhe pjesës komode, që nuk u shkakton shumë problematika marrjes së tyre, pasi një pacient i cili merr 4-5 medikamente në ditë, sigurisht që ka një rutinë pak më të vështirë se sa ai që e merr një herë në javë medikamentin, por që duhet pak kohë sigurisht në vlerësimin e efikasitetit të tyre të plotë. Si mund të ndihmojmë pacientët që të bëjnë ndryshime të qëndrueshme në stilin e jetesës për të parandaluar hipertensionin të ardhur? Pra nuk e kemi hipertension, por çfarë mund të bëjë që ta parandalojmë? Për të gjithë ne vlen një këshill e cila ka të bëjë me dietën. Sigurisht është ajo që thash më përpara, reduktimi i kripës jo vetëm tek ata që janë me hipertension, por edhe tek ne të tjerët që nuk vuajmë nga hipertensioni, po e fuzë veten në këtë kategori, pavarësisht faktit që mund të kemi të gjithë ato faktorët tanë gjenetik. Në një moment të caktuar, genet bashkohen me stilin e jetesës, dhe për këtë arsye stili i jetesës është shumë i rëndësishëm që genet tona që ne i trashëgojmë të na shfaqen sa më vonë. Për këtë arsye, një dietë e varfër në krip në yndyrën ashtazore, e pasur në fibra
pra në fruta perime dhe bashkangjitur aktiviteti fizik, sa më pak stres dhe pastaj mendoj që do jemi shumë më mirë. Mirë se u rikthyet në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit. Koha fluturon shumë shpejt, atë po diskutonim edhe në regji sa shpejt ikën koha dhe sa shumë gjëra lëm pa thënë. Por prandaj janë 12 episode dhe prandaj mbas balans do të ketë të tjera surpriza që do të jenë enkas për ju. Kështu që nuk po më ngelet peng, por po kthehem te kurioziteti që na mbeti. Pra, ishte konsumi i omega 3-shit, peshku dhe të gjithë elementeve të tjerë ushqimor të cilët e furnizojnë organizmin ton me omega 3. Sigurisht në raste të caktuara kur nevojat janë më të mëdha apo trupi nuk ka arritur dot të marrë mjaftueshëm omega 3-shin nga ushqimet, apo ne nuk ja kemi dhënë mundësinë trupit nëpërmjet dietës që marrim, herëherë edhe suplementohemi. Por edhe këtu pa këshillin e mjekut nuk duhet bërë, sepse si do të jetë në fund të ditës ajo çfarë është më afër natyrës është më e shëndetshme për trupin ton. Megjithatë, nëse ne arrim të vendosim në dietën tonë ushqimore konsum të acideve yndyrore esenciale, konsum të peshkut, të gjalpit të fshatit, gjithmonë nëse marrim 14 gram të tij, të vezës apo elementë të tjerë që na ofrojnë omega 3, ne arrim të shmangin ose të reduktojmë mundësinë për sëmundje kardiovaskulare me gati 30%. E për ata të cilët janë tashmë të diagnostikuar me hipertension arterial apo problematika të tjera metabolike, sigurisht nuk është kur vonë për të vendosur një ushqyerje të rregullt të balancuar. Ne folëm për ushqimin, por ama një rol thelbësor ka dhe aktiviteti fizik. Sigurisht, mënyra se si ne zhvillojmë aktivitetin fizik, kozgjatja e tij, lloji i aktivitetit fizik ndikon edhe në menaxhimin e presionit arterial. Për individët cilët nuk e kanë mundësinë, qoftë në kohë, apo qoftë edhe për hir të shëndetit, mjaftojnë edhe 30 minuta. Por kur flasim për 30 minuta aktivitet fizik, nuk do të thotë 30 minuta duke bërë punë të shtëpisë, sepse shpesh me pacientët e mia e dëgjoj, po unë bëj aktivitet fizik se bëj gjithë ditën punët. Sigurisht, ajo është një lëvizje e muskujve dhe e organizmit, por aktiviteti fizik për cilin unë po flas është ai i dedikuari. Pra që ti del nga shtëpia enkas për të bërë këto 30 minuta. Në këtë lloj mënyre trupi është më aktiv, truri funksionon më mirë dhe patjetër që vlera apo rëndësia që ky aktivitet ka në organizmin ton është më i madh. Dhe nëse ndalemi te aktiviteti fizik, një qeft madh kemi bërjen e pazareve. Edhe patjetër që është një ndër dëshirat e secilit prej nesh për të bërë pazare, sepse kështu na duket sikur kujdesemi më shumë për familjen duke vendosur në sport disa ushqime. Por përpara se ta marrim nga rafte dhe ta vendosim tek shporta jon, duhet të kemi parasysh etiketën ushqimore. Etiketa ushqimore është vërtet një paralajmëruese e çfarë do ndodhi me organizmin tënd. Në etiketë ushqimore ne kemi të përfshirë energjinë, pra kalorazhin, kemi të përfshirë përbërësit që përmban ky ushqim dhe patjetër porcionin që përmban. Duhet të kemi parasysh vetëm një këshill për etiketën ushqimore. Nëse etiketa është më e gjatë se sa paketimi i produktit, ky produkt nuk është për të futur në sport, por vendose edhe një herë në raft, sepse nuk është ushqimi i duhur për ty. Në momentin që një produkt ushqimor përmban sasi të larta të ingredientëve, ngjyrues, konservant, kripra e të tjerë me radhë, do të thotë që ky ushqim është vendosur për të qëndruar gjatë në markete, për të rezistuar kohës dhe aty brenda ka shumë pak element organik. Ndaj është mirë të kemi kujdes te çfarë vendosim në sportin ushqimor, sepse ajo pastaj do të shkojë në shtëpi e nga shtëpia do të shkojë në tryezën tonë e kështu në organizmin tonë. Veç aktivitetit fizik do të ishte shumë e rëndësishme dhe menaxhimi i stresit. Ne kemi folur dhe në episodin e parë rëndësinë e stresit në imunitet, në presion arterial, etj me radhë, dhe disa prej teknikave janë ato që ne përmendëm dhe herën e kaluar, është ecja, patjetër, ndoshta zbathur në natyrë, është teknika e frymëmarrjes, yoga, pilates, meditimi. Pra, ndonjëherë kur flasim për aktivitet fizik thonë, po unë s'kam kohë palestër, po mua nuk më pëlqen palestra, po mua më lodhin veglat, pra 1000 justifikime. Atëherë mund të zgjedhim një sport i cili na jep mundësinë dhe për të rikuperuar lodhjen, edhe për të menaxhuar stresin, për të mësuar teknikat e frymëmarrjes dhe për të vendosur në funksion muskujt tanë dhe kryesisht stretchin që është shumë i rëndësishëm si proces për muskujt. Dhe pak a shumë janë disa prej këshillave këto që janë të rëndësishme për organizmin, por janë të rëndësishme edhe më shumë për edukimin, sepse
ne mund të dëgjojmë shumë informacione, mund të marrim këshilla nga do, mund të jemi shumë kurioz për të dëgjuar, por çfarë bëjmë në prakticitet? Dhe unë e përmenda edhe në episodin e parë që balanci nuk ka për qëllim vetëm t'ju jap një informacion dhe të mbushi 50 minutat e veta, por ka për qëllim të vendosi ose të krijojë një komunitet i cili zbaton këto rregulla. Dhe madje do të ishte shumë mirë sikur ju të komunikonit me njëri tjetrin dhe po ashtu të krijojmë një grup apo ndoshta një network ndryshe në Instagram për të dhënë këshilla dhe për të ndarë ato me njëri tjetrin, por edhe unë me juve. Ndaj, her pas here në episodit do të sjellim tema të ndryshme. Në fakt, herës tjetër do të flasim për një tjetër temë që është pak e dëgjuar, ose le të themi e neglizhuar, ose ndoshta edhe nuk kemi shumë informacion. Kemi të bëjmë përsëri me një presion, por me presionin ose tensionin e syrit, ose glaukomën që quhet verbuesi i heshtur. Kështu që unë po e lançoj që sot në mënyrë që të kemi mundësi që ju të bëni pyetjet tuaja ose të krijoni, po themi, disa paqartësi që ndoshta keni prej të afërmëve tuaja, apo ndoshta ju ka hasur edhe vetë të përballen, ju jeni hasur edhe vetë me këtë situatë, në mënyrë që herës tjetër, krahas këshillave të specialistëve, të japim dhe këshilla lidhur me ushqimin. Dhe kështu miq, kalon shumë shpejt koha. Dhe unë të doja të bëja një përmbledhje të këtyre këshillave që ne tham, pra fokus kryesor tek regjimi ushqimor, fokus kryesor tek marrja e ushqimeve të cilat përmbajnë sasi të larta të fibrave, nivelit të lartë të kaliumit, uljen e kripës së gjellës kryesisht, marrje të larta të magnezit pra nëpërmjet ushqimeve, rregullimi dhe balancimi i hidratimit, pra marrja sa më shumë lëngjeve në mënyrë që trupi të mos japi mundësi të ngarkojë për hir të frikës së krizës, marrja e probiotikëve, si kombucha, që është një ndër çajrat të cilët unë e adhuroj dhe në çdo moment e këshilloj, sepse është një ndër ato çajrat të cilët jo vetëm ofron hidratim, ofron minerale, acide organike, por nga ana tjetër na jep mundësinë të rregullojmë mikroflorën intestinale, e cila duam apo nuk duam, është ajo që na udhëheq. Ndaj, rëndësia e yndyrnave, shmangim yndyrnat si margarina, gjalp për të cilat nuk janë organik, apo dhjamrat, dhe ti referohemi marrjes acideve yndyrore nëpërmjet arrave, farave, bishtajave, gjalpit të freskët, vezës e kështu me radhë. Po ashtu, menaxhimin e sasisë së kripës duke zëvendësuar këtë me erëza dhe duke kryer salca të ndryshme për sallatrat tuaja, dhe njerëz, konsumoni ylberin, sa më shumë ngjyra në pjatë, aq më shumë shëndet do të jetë për juve. Si kundër ju thash, do të shihemi sërish në episodin e radhës. Megjithatë, krahas gjithë këshillave që ne japim për shëndetin, ndonjëherë është shumë e rëndësishme të japin edhe disa këshilla motivuese. Dhe në fakt për shëndetin vlen të thuhet se është në dorën tonë. Ne mendojmë se ky ishte fati, e kishim të trashëguar 1001 arsye apo justifikime si kjo, por unë siguroj që është në dorën tonë, sepse ne mund të menaxhojmë ushqyerjen, ne mund të menaxhojmë aktivitetin fizik, ne mund të menaxhojmë edhe mënyrën se si përballojmë apo komunikojmë me të tjerët dhe stresin, duket i pamenaxhueshëm, por ja që mundet. Rregulloni ciklin e gjumit dhe patjetër përkushtohuni që të bëni zgjedhje të zgjuara dhe të mençura. Nuk është nevoja për veprime drastike, mjaftojnë veprime të vogla, të cilat japin ndryshime të mëdha në jetë duke dhënë zgjidhje të mëdha në jetë. Ky është fokusi dhe qëllimi i Balance, i cili u afron pa kufi dhe pas një kursim të gjitha këto këshilla, qoftë për motivimin, por nga ana tjetër dhe më e rëndësishmja për shëndetin. Megjithatë duhet të kuptojmë që nëse nuk jemi mirë emocionalisht, nuk mund të jemi mirë edhe me shëndetin. Ndaj ajo që është kryesore, gjithmonë humori i mirë, gjithçka që është shkruar të vinë kohën e dur, ndaj bëni durim. E kështu, erdhi fundi dhe këtij episodi, mua më merr malli deri të premten, por e di që do të ma jepni mbështetjen dhe do të jeni të pranishëm edhe në rrjetet tona sociale nëpërmjet reelsave apo shortsave që ne vendosim. Rikujtoj që ky emision ishte live dhe kështu do të jetë edhe episodi i 12 dhe ne duhet patjetër të falenderojmë mbështetësit dhe një ndër ta është Alb Radio në Zvicër, e cila mundëson që këto këshilla të shkojnë përtej kufive të Shqipërisë, tek ata njerëz të cilët u merr malli edhe për një fjalë shqipe, edhe për një këshill, edhe për një ushqim shqiptar. Nëpërmjet kamerave shija dhe aroma nuk ndihet, por nëpërmjet mendimeve po. Ndaj ushqeuni shëndetshëm për të krijuar kujtime të lumtura.